të nderuara deputete, të nderuar deputet, të nderuar të pranishëm, shërbimi i deputetëve konstaton se në sallë jeni 113 veta dhe mund të vazhdojmë me seancën konstitutive. Do të vazhdojmë aty ku kemi mbetur te zgjedhja e kryetarit të Kuvendit. Në vazhdimet e seancës konstitutive me 19, 23, 25, 27 dhe 29 prill 2025, kandidatja për kryetarit të Kuvendit, deputeti Albolena Haxhiu, e propozuar nga subjekti lëvizjeve vendosje nuk i mori votat e nevojshme. Në vazhdimet e seancës konstitutive me 1, 3, 5 dhe 7 maj 2025, subjektet politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK Nisma nuk kanë propozuar antar për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Për formimin e komisionit zgjedhor nuk pati korum për vendimmarrje, andaj ftoj subjektet që nuk kanë propozuar kandidatët e tyre për komisionin zgjedhor për komisionin për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Ftoj PDK-n që ta propozoj kandidatin e vet për antar të komisionit. Ftoj LDK-n që ta propozoj kandidatin e vet për antar të komisionit. Faleminderit shumë zoti Dehari. Dola këtu për të thënë që mundesh me na thirrë edhe 48 herë, çdo 48 orë. Ju lutem nëse keni propozim, me kërku me për ndryshe propozime le të ndalet regjia le ta ndal mikrofonin vetëm nëse ka propozim, për nuk ka diskutime. Ftoj listën sërbe që ta propozoj kandidatin e vet për antar të komisionit për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Ftoj AK-n dhe Nismën që ta propozoj kandidatin e vet për antar të komisionit. Lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit të Republikës Kosovës. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Për kanë votuar 56 deputet, 1 ka qenë kundër. Nuk kemi quorum, shihemi përsëri me 11 maj në orën 10.